Këto janë 3 kampionet e vllaznisë në gjimnastikë: Mereli Islami, Maria Zefi dhe Gresa Dragani. Po e nisim nga më e vogla, nga Maria Zefi. Urime, Maria, për titullin kampion. E kënaqur? Shumë e kënaqur. Si shkoi konkurenca në këtë aktivitet? Ishte pak e fortë, por ja dola. Ku ishit më mirë, në cilën prej disiplinave? Unë bëj pjesë e grup mosha 9-10 vjeç, jam 10 vjeçe dhe kam bërë gjitha veglat, kam marrë vendin e parë në gjitha veglat. Prej sa vite shërbiteni me sportin e gjimnastikës? Unë kam 5 vjeç që merrem me këtë sport, kam hyrë qysh 5 vjeçe. E kënaqur me përgatitjet, me trajnerin, me profesor Izmirin? Jam shumë e kënaqur me trajnerit, i falenderoj pafund që na kanë udhëheq në këtë gara që ne të arrim këtu sot ku jena. Një kampione në këtë moshë të vogël, patjetër ju motivon në të ardhmen për të qenë përsëri kampione dhe për të rritur nivelin cilësor, apo jo? Po. Cili është objektivi juaj në vazhdim? Do shkojmë jashtë shteti, do bëjmë gara ndërkombëtare. Unë parë dje që ishte gara e gjimnastikës artistike, unë zura vendin e parë në grup moshën teme. Ky sukses si juaj ka ndonjë dedikim për ju si person? Për kë shkon? Për familjen, për gjithë që na mbështesin, për mësuesit që na kanë mësu, për familjen tonë që na kanë mbështet. Suksese, Maria. Faleminderit. Një tjetër kampione e vllaznisë në gjimnastikën artistike është edhe Mereli Islami, e cila në këtë momente na jep edhe impresionet e saj pas suksesit të arritur. Urime, Islami. Faleminderit. E kënaqur për suksesin? Shumë e kënaqur. Po. Ku ishit me spikato, në cilin prej disiplinave? Unë garoj në moshën 11-12 vjeç, dhe jam 12 vjeçe. Prej sa vite shërbiteni me sportin e gjimnastikës? Unë shërbitem për 7-8 vite dhe këtë rol zura vendin e parë dhe bëj pjesë edhe në garat ndërkombëtare. E kënaqur që keni zgjedhur gjimnastikën dhe jo ndonjë sport tjetër? Po, shumë e kënaqur. Ndërkohë, në familje, në shkollë, në shoqëri, si e presin aktivizimin tuaj me këtë sport? Ata mbështesin shumë familjarët, mësues, shoqet, shokët, mësues. Premtoni që do të jeni kampioni edhe në garat e ardhshme? Po. Do dalë çdo herë, çdo garë do dalë vend parë dhe në gara ndërkombëtare që marrim pjesë. Suksese. Një tjetër kampione e vllaznisë në gjimnastikë është edhe Gresi Dragani, e cila u shpall kampione me të rriturat. Urime, Gresi. Faleminderit. Diçka për emocionet e garës? Ishte pak emocion, sepse unë ja dhash premtim vetes që këtë herë do të dal kampione, pasi në garën teme kam shumë rivalitet dhe ja dhash premtim edhe familjes, kështu që ishin emocione të shumta. Familja ishte prezent gjatë garës tuaj, gjatë konkurimit? Po, ka kanë këtu duke më mbështetur në çdo hap që kam bënë, si gjatë viteve të sportit, po ashtu edhe gjatë kësaj gare. Pse zgjollët gjimnastikën dhe jo gjithë sport tjetër? Atëherë gjimnastika mu duk si sport më i veçantë, më i bukur, pavarësisht vështirësisë veta që ka, gjimnastika është një sport që don disiplinë, të mëson rregullat e estetikës, edhe është një sport shumë i bukur në vetvete. Që është bashkëpunimi me trajnerit tuaj, me Izmir Kashin, Shpresa Salin, me Latif Kashin, që është edhe babai i këtyre trajnerit? Atëherë këta 3 trajnerë janë çdo gjë për ne, këta na kanë mësuar çdo gjë që ne na duhet. Në fillim kena kanë si çdo person që ishte si vetëm trajner, por tash vonë kena filluar me pas edhe afrimitetin që mi pa jo vetëm si trajner, por edhe si shok ose diçka si për një dy, si me thonë. Për garat e ardhshme, çfarë objektivash do të jetë Gresi Dragani? Objektivat e mia janë që me dal kampione, edhe pse jo me përfaqësu Shqipërinë në gara ndërkombëtare.
jashtë venit edhe pse jo me fitu atje. Suksese, Faleminderit. suksese të trija gjimnastëve kampion. Faleminderit.